Mirë, kthehemi në studio, diskutojmë tani sa i takon shkencës, teknologjisë dhe shëndetit. Unë kam të ftuar në studio inxhinierin biomjekësor Ermand Mertenika. Ermand, shumë faleminderit. Përshëndetje Gjoj dhe kënaqësi si gjithmonë të jem pranë jush, domethënë në studio, në Top News, Top Channel, për diskutuar për këto tematika shumë interesante që realisht po e çojmë botën domethënë në një dimension tjetër. Mua për vetëm duket sikur po jetojmë në një botë metaverse, thon pak me këto teoriat më të fundit. Ermand, krijohen. Do ndalemi tek shëndeti dhe kujdesi shëndetësor që duket sikur ka nivele nga më të ndryshmet në rrjetet sociale, në revistat shkencore, po diskutohet gjërësisht për trajtimet që në një lloj forme janë të rezervuara për miliarderët, pasi janë të kushtueshme. Dhe në diskutime të tilla shpesh herë ndoshta mund të mbizotrojë dhe konspiracia, por kur ato publikohen nga revista shkencore për zbulimin të fundit, marrin një trajt më pranë realitetit. Dhe është e logjikshme që disa procese dhe mund të kushtojnë. Po, sigurisht. Unë mendoj që të gjithë zhvillimi, domethënë, i teknologjisë në shëndetësi, teknologjisë mjekësore me anë të shkencëtarëve, me anë të bioinxhinierëve, domethënë inxhinierëve gjenetike të tjerë, po sjellërisë goxha, si në koncept madje dhe krijohen koncepte që pikërisht po realizohen dhe kuptohet pikërisht pra ajo që unë mendoj logjikisht, po ta shikojmë, këto i krijojnë një herë pikërisht pa për elitën, për ata të cilën kanë kapital të cilët investojnë, sepse realisht të krijosh një shpikje apo disa shpikje apo inovacione të reja, inventime të reja në sektorin e bioteknologjisë dhe shëndetësisë, sigurisht që kërkon kapital, investim, kërkon investim në tru, në trurin e profesionistëve, gjithashtu dhe investim monetar, sepse ja kemi të bëjmë me laborator, me eksperimente ndryshme të tjerë. Mua më kujtohet para se ty më ke kjo, më kujtohet pikërisht pra ai që kemi diskutuar një trajt shumë interesante këtë Neuralink në çipin e Elon Muskut, që u bë goxha viral, po u duk si shumë largpame, që u apliku ke pacienti pari, 2 3 për të evituar paralizën tek pacientët të cilët mund pësonin aksident apo dhe sëmundje të tjera, të cilët ky me anë të këtij mikrokontrolleri, pra diçka shumë inovatore krijuar nga bioinxhinierët edhe nga mjekët dhe inxhinierët gjenetistë, që bënte të mundur pikërisht për rehabilitimin, rikuperimin e asaj zone nervash ose neuronesh që ne kemi thënë matrisë neuronike, që ta rikthejnë të rehabilitojnë pacientin, pra që të evitojnë paralizën lokale ose paralizën gjenerale që shkaktohet nga cerebrali, nga nervat, pra nga ajo matrisë nervash, neuronesh në tru. Qipi me fije mikroneuroelektronike bënte të mundur lidhjen e neuronave me njëra tjetrën për të rehabilituar. Por sot unë e shikoj pikërisht pra që teknologjia po ecën goxha, flasim për ato shtete potenciale të cilët kanë kapital investimi, si në investim në trurin e profesionistëve, gjithashtu edhe në investimet në kapital, sepse duhet kapital për të eksperimentuar, për të krijuar. Ti ke grupuar 8 trajtime që janë të realizueshme, ne po i marrim me radhë. I pari është rigjenerimi i shpejtë i kyçeve dhe muskujve. Çfarë aplikohet, pse është e kushtueshme dhe çfarë të bën përshtypje? Tek rigjenerimi pikërisht pra i këtyre, domethënë i kyçeve dhe muskujve, këto kanë bëjnë pikërisht pra me injeksionet apo me teknika të ndryshme të cilët bëhen realisht. Me sa kuptoj unë pikërisht pra këto kanë filluar të krijohen fillimisht në Silicon Valley një herë, sepse aty është djepi teknologjisë në çdo sektor. Ne kemi dim që Google, Apple e tjerë, Starlink, Neuralink e tjerë janë fokusuar aty, po aty me sa shikojmë bëhet e gjithë eksperimentimi, kemi të bëjë këto pikërisht pra tentojnë të rindërtojnë pra kyçe të reja. Pra ndikojnë pikërisht pra edhe tek lëngu sinovial, injektimi, por nuk është dhaqe thjesht për këtë që po flasim, sepse këtu kemi të bëjmë pikërisht pra me një rikoperim shumë të shpejtë, pra me një rehabilitim shumë të shpejtë. Edhe me sa kam parë pikërisht pra si çmim që kam bërë në search, që kjo domethënë përfshinte pikërisht pra një PRP të avancuar, përfshinte injektime me egzozome, shumë interesante dhe kjo, edhe me qeliza staminale, që ne i kemi konsideruar qelizat staminale, janë qelizat me kilometrazh zero. Qelizat staminale janë pikërisht pra kur lind foshnja në tubin umbilikal, janë ato qelizat të cilët ndërtojnë, pra janë qelizat të marrin forma të ndryshme. Për shembull, nëse është dëmtuar hepari, mëlçia, apo pankreasi, apo mushkëria, injektimi i qelizave staminale. Këto si përftohen? Këto merren pikërisht pra nga
nga kordoni umbilikal i foshnjës. Kur një foshnjë lind për shembull, merren qeliza staminale, ruhen në laborator me temperatura shumë nga kordoni që lidh me nga kordoni, po kordoni janë qeliza të cilët janë domethënë rigjeneruese, kanë vetin rigjeneruese, për një dëmtim caktuar bëhet e mundur rikuperimi sa më të shpejtë. Kjo është e lishme, Ermand? Këto janë në vendet e zhvilluara, në vendet e zhvilluara këto kanë filluar që të implementohen, që të eksperimentohen për të arritur trajtime të shpejta, po me sa kam parën, gjithë ky lloj trajtimi fillohet nga $25 deri në $100,000, për trajtimin e rikuperimin e kyçeve apo indeve të tjera të cilët janë dëmtuar, bëhet fjalë për trajtime të shpejta. Që sot bioteknologjia dhe shkenca mjekësore e zhvilluar bën, Ndërkohë, skanimet e avancuara që dojnë rreziqet e fshehura. Skanimi i avancuar ka të bëjë pikërisht me teknologjinë e imazherisë, që do thotë pikërisht bëhet e mundur skanimi i trupit për një kohë shumë të shpejtë dhe madje mund të detektojë ose mund të parashikojë problematikat të cilët mund të shfaqen. Këto bën ne i dim aparaturat të cilët bëjnë të mundur skanimin e organeve, apo të trupit si skanerat, rezonanca e tjerë, bëhet fjalë për teknologji akoma të avancuara, mendoj unë, Gjoj, që e kanë nxjerrë dhe këto, që mund të bëhet skanimi për një kohë shumë të shkurtër, edhe si një çmim, unë e kam parë që mund të shkojë nga $30,000 deri në $50,000, përfshin skanim të shpejt, whole body të gjithë trupit, ose dhe analiza shumë shpejta. Për çfarë? Për të parashikuar në një problematik, një lezion kancerogjen që mund shfaqet si që shtek. Pra, është gjë shumë interesante. Dhe unë mendoj pikërisht pra si tek e para që përmendëm dhe ke skanimi whole body, kanë filluar në vendet ku janë krijuar këto teknologji dhe të aplikohen tek elita, sepse qëllimi kryesor i zhvillimit të teknologjisë sot fillimisht ka target group. Më pas vjen gradualisht. Derisa të bëhet teknologjia aksesueshme për... Patjetër, unë mendoj që çdo gjë varet nga kapitali, sepse të krijosh teknologji mjekësore që e përmendëm pak a shumë, të cilët janë shumë inovative, disa janë hedhur si ide, por që mendoj që shumë shpejt do realizohen, kërkojnë shumë investim. Investim laboratorik, investim në infrastrukturë, investim pikërisht pra në software, kudo. Ndërkohë, pastrimi i gjakut nga nanobotët. Nanobotët ose... Konspiracia apo diçka që po zhvillohet? Unë mendoj që faktikisht nanorobotët deri diku po janë krijuar. Nanorobotët e thënë ndryshe këto e kanë në trajt figurative, këto janë mikrorobot, sepse nanorobot ne i themi robotët të cilët janë 1 miliarda e për masave. Por që sot është arritur që të krijohen ato robote vegjël, mikrorobotët të cilët mund të bëjnë të mundur rikuperimin, rehabilitimin. Sot për shembull fjala vjen për një problematik në gastro, në problematik me stomakun apo edhe me duodenet me zorët. Sot kemi kapsul të cilët e përtyp edhe qarkullon në të gjithë rrugët gastrofaciale dhe bën të mundur marrjen e fotografive të ndryshme të çdo problematike që mund shfaqet. Është në gastroenterologji. Teknologji e rezervuar. Për shembull ne kemi parë që ka kapsula, kamera të vegjël, të cilët kur kalojnë pikërisht pranë këto rrugë, marrin fotografi të ndryshme të shfaqjes së për shembull një masë tumorale. Një grupi qelizash për shembull që mund të jenë benign apo mund të jenë maligne. Pra kalimin në të gjithë rrugëtimin e zorëve për të marrë fotografi. Dhe nanorobotët unë mendoj që janë krijuar për të rikuperuar, sepse ato menaxhohen në trajt remote. Pasi implementohen në organizëm, fillon edhe bëjnë të mundur rikuperimin. Unë mendoj që këto janë krijuar, por që janë në proces, por që shumë shpejt edhe mundet të aplikohen. Për riparim. Unë kam parë një çmim pothuajse shumë, se këtu flasim për një teknologji shumë të avancuar, kam parë që kjo shkon deri në $15,000 për një seancë. Trajtimi me nanorobot, me mikroteknologji shumë të avancuar. Pika e 4 e përzgjedhur është terapia e risetimit metabolik, pra e kthimit të metabolizmit në gjendje fillestare?
Edhe kjo pike 4 mua më ka bërë shumë përshtypje, është interesante sepse gjithë shëndeti njeriut varet pikërisht pra nga ekuilibrat metabolik, domethënë nga ekuilibrat biologjik gjatë të cilës kemi të bëjmë elementet kimik në organizme etj. Edhe risetimi metabolik Metabolizmi me vitet fillon dobësohet. Të risetosh metabolizmin me anë të teknologjisë është diçka shumë madhore. E mendoj pikërisht pra jam skeptike kjo pikë, sepse mendoj që akoma këto kanë hedhur si një ide për të risetuar metabolizmin, por që pikpyetja pse jam skeptik për shkak se si do ta bëjnë. Se edhe ne shumë gjëra nuk i dim nga shtetet potenciale të cilët investojnë. Sot Amerika, Silicon Valley, apo dhe në Kinë, apo në Korenë e Jugut, në Japoni, krijohen goxha inovacione dhe mendoj që edhe kjo mund të realizohet. Tani risetimi metabolik, me sa kam parë, ka të bëjë pikërisht pra me ka një periudhë që mund të realizohet 1 deri në 2 javë. Edhe kuptohet është për çdo njeri është e personalizuar, sepse çdo njeri ka konceptin anatomik, biologjik dhe metabolik në ndryshëm. Dhe si një çmim, domethënë për seancë që unë kam gjetur, ka qenë nga $50.000 deri në $150.000 në vit. Pra gjithë procedura për të risetuar metabolizmin specifik të çdo personi. Pra është një treg që është shtyhet tek miliarderët. Patjetër. Unë mendoj që target grupi kryesor do jenë ata elita njëherë, sepse dhe zhvillimi që po bëhet pikërisht pra nga shtetet e zhvilluara, nga Silicon Valley fillimisht bëhet pikërisht për këta që kanë kapital njëherë. Kjo është fatkeqësi. Ndërkohë, diçka që imuniteti tek e pesta është ripërtëritja e imunitetit dhe imuniteti goditet shpeshherë në gjendjet vështira shëndetësore, por për shembull pam edhe gjatë Covidit që persona që kishin mundësi ekonomike arritën të merrnin trajtimet diferencuara. Sigurisht, imuniteti ka të bëjë pikërisht është pjesa një ndër pjesët më të rëndësishme të biologjisë së njeriu, domethënë të metabolizmit e tjerë, kryesisht që varet pikërisht pra nga antikorpet. Domethënë ata qelizat të cilët bëjnë të mundur sulmin e qelizave të huaja. Për shembull, fjala vjen çfarë ndodh me imunitetin? Një qelizë kancerogjene e cila shfaqet antikorpet, qelizat të etj. Tentojnë që të dominojnë, apo viruset të ndryshme, gripale etj. Imuniteti është shumë i rëndësishëm. Ne si program këto kanë të bëjnë me sa kanë parë unë, domethënë, ka të bëjnë pikërisht pra me përsëri implementimin ose aplikimin e qelizave staminale. Sepse këto janë qelizat, si mund të themi, janë ato që e përmenda qeliza me kilometrazh zero, e thënë trajt figurative, që kanë aftësi që të rikuperojnë, që të rehabilitojnë, që të rindërtojnë inde apo organe të çfarëdo lloji, sepse marrin formë nga më të ndryshmet, dhe si çmim unë kam parë domethënë që kjo shkon domethënë nga $40.000 deri në $80.000, domethënë për të bërë këto trajtime të avancuara që shkenca mjekësisë po i krijon për të përforcuar imunitetin. Mendoj që është një çmim goxha i lartë, sepse këto janë dhe me seanca, realisht mund të aplikohen, për shembull fjala vjen, mund të kërkojnë 4 seanca, për shembull ose 3 seanca dhe imagjino të paguash një seancë $40.000 deri në $80.000. Është Ndërkohë, modulimi i gjenit për riparim. Çfarë do të kuptojmë me diçka tjetër? Modulimi gjenetik për riparimin e organeve. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, që do të thotë unë është shumë e detajuar në gjenetik. Që do të thotë për shembull çdo qelizë ka nuklin e vet qelizor dhe brenda qelizës është kodi ynë gjenetik, ADN-ja. Dhe ne kemi përmendur pak a shumë edhe më përpara, por që është një teknologji shumë e avancuar, që gjatë replikimit të ADN-s shpesh ndodhin errore ose gabime kodesh gjenetike. Dhe në këto kode gjenetike mund shfaqen problematika dhe sëmundje të ndryshme. Një arsye që mund të shfaqet për shembull një sëmundje maligne ose një kancer metastazik apo qeliza kancerogjene është nga mos funksionimi mirë ose diku çedon një kod i caktuar i ADN-s në nuklin qelizor. Të riparosh pikërisht për atë nuklin qelizor të një qelize, pikërisht aty ku shfaqet një problematik, është sot ka kohë faktikisht që bioinxhinieria dhe inxhinieria gjenetike po krijojnë, po aplikojnë të tilla gjëra. Kemi pas edhe në kur kemi qenë në fakultet, ka pas që një koncept gërshërët genetik të cilët prisnin segmentin e dëmtuar për të rikuperuar
vazhdimsinë e replikimit kodit gjenetik. Edhe kjo teknologji është një ndër teknologjitë më po qese do arrihet që të bëhet, domethënë të realizohet, njeriu do jetë pothuajse mund të themon mund të arrijë gjatësia edhe 120 edhe 130 vjet. Sepse të riparosh kodin gjenetik do thotë që ti të evitosh çdo sëmundje që mund të shfaqet në një farë forme të ndërhysh tek e ardhmja e shëndimit gjenetik. Të ndërhysh pikërisht pra në njësinë më të vogël thelbësore të konceptit tonë. Sepse çdo njeri për shkak çfarë është kodi gjenetik, projekcioni genetikës tonë. Ne, për shembull, çdo njeri ka kod gjenetik të ndryshëm. Që ne shikojmë që nga tipologjia e fytyrës, që nga tiparet, që nga ngjyra e syve etj. Çdo gjë është, domethënë, i përket ADN-s, secili ka një kod gjenetik unik. Dhe me anë të teknologjisë të ndërhysh për të riparuar një kod saktuar ku çdon replikimi jo i mirë, sepse kjo është e ngjashme me botën e informatikës, por që këtu kemi bëjmë pikërisht pra me si kodimi, sajtet. Pikërisht, të bësh ndërhyrje në ADN, unë mendoj që është arritja më e madhe. Por mendoj që përsëri jemi në faza eksperimentimi. Është eksperimentimi dhe me sa kam parë pikërisht pra si çmim këtu është mund shkoj plus $100,000. Domethënë $100,000 e në vazhdim. Janë trajtime të bioteknologjisë shumë të shtrejta, shumë të kripura. E fundit, Erman, por jo nga rëndësia ka të bëj me, po themi ëndrrën e çdo miliarderi që kur ka të gjitha parat mendon për kohën. Shumë e vërtet. A mund të ngadalësohet plakja, kjo është, po themi... Ato që unë po shikoj, Gjoj, sepse po dua ta kthej si pak për batut, trekëndshi i inovacionit Elon Musk, Jeff Bezos dhe Bill Gates, po arrin të krijojnë, po arrin të nxjerrin koncepte të reja, por siç duket me sa shikojnë kërkojnë që të thyejnë rregullat e fizikës. Unë mendoj që me anë të zhvillimit të teknologjisë që po bëhet, mund të rritet jetëgjatësia mesatare. Pra me anë të inteligjencës artificiale të aplikuar në industrit mjekësore, që në farmaceutik, që në pajisjet mjekësore etj. Mund të rritet jetëgjatësia mesatare e njeriut, por që të arrish në pavdekshmëri, unë mendoj që është nonsens. Domethënë, mund të trajtohen problematika, si për shembull marrim rastin e dy sëmundjeve. Para 15 vjetësh, dy sëmundjet, sigurisht, dy sëmundjet të cilët po të kurnin jetën e njerëzimit, sëmundjet tumorale dhe sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet kardiake. Sot, me anë teknologjisë, ka pacient të cilët trajtohen më së miri nga problematika e zemrës. Pra nga sëmundjet kardiake. Parashikoj se çështja e tumorit, dhe jetëgjatësia është rritur, nëse bëjmë patjetër, cilësia, kualiteti 1900, 1800. Patjetër, nëse do jetëgjatësia krahasuar me shumë vite përpara është ndryshuar, sepse kemi industri, kemi teknologji të zhvilluar etj. Por që të arrihet pavdekshmëria, unë e quaj domethënë të thyesh rregullat e fizikës mjekësore, rregullat e fizikës, shkencës fizikës. Mendoj që do jetë e pamundur. Erman, do të flisim dhe për një publikim të fundit që ka të bëjë me bankomatet në Dubai, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Është folur për bankomate portativ, në thonjë zë. Me thënë të drejtën, edhe mua më bëri pak përshtypje diçka interesante, sepse çdo gjë tashmë po kthehet në portabël, pra portative. Nëse do marrim vitet 1970, 1980, ku informaticientët, ku punojësit punoshin me kompjutera që ishin me përmazat e një dhome, dhe memoria ose hard disku që ne i themi ishte shumë i ulët, sot kemi mikrokompjutera, sot kemi çdo gjë portabël, pajisje mjekësore portabël, çdo gjë, dhe të krijohet një bankomat portabël, siç është eksperimentuar dhe krijuar në Dubai, unë e quaj diçka shumë interesante dhe shumë të arrirë. Pra, të mundshme, nëse ti për shembull kërkon që të rregjesh para dhe nuk ke, mjafton kontakton e të vjen bankomati portabël që procesosh. Ishte diçka inovative, shumë interesante. Ato e kanë gjetur, mendoj, sepse Dubai është një ndër vendet ose zonat e Emiratet e Bashkuara përfshirë dhe Arabin. Janë zonat të cilët nuk dua t'i vënë janë, sepse dhe ato eksperimentojnë me zhvillimin e teknologjisë inteligjencës artificiale, më duket shumë impresionuese. Ndërkohë dhe për çështje të sigurisë mbeten vende me... Unë mendoj që Dubai është një ndër vendet më të sigurta.
po themi të sigurta në sensin që në rast të sulmesh kibernetike, gjithsesi zhvillimi i teknologjisë sot në botën e IT-s ka ecur Është vetëm nga teknologjia, po dhe nga frika e ndëshkimit që atje vetet i është edhe nga frika e ndëshkimit. Sepse aty ku ka ligj të fortë ndëshkimi, aty pikërisht stepesh. Që do thotë disiplina e të bërit gjërat në mënyrë korrekte, komfort. Dhe teknologjia ka pjesën e vetë në pikqyrjen. Sot në Dubai kishte dalë, apo edhe në Dubai dhe në Kinë, po shikoja edhe një polic rrugor që ishte robot humanoid, që ndante trafikun në mënyrë interesante dhe detektonte ato automjete të cilët devijonin nga rregulli. Kështu që çdo gjë është sot po ecim në një botë gjoj që zhvillimi është masiv. E kemi përmendur krahas të tjera që janë krijuar të robotët humanoid, që janë tipik të ngjashëm me njerëzit. Dhe ku po shkojmë? Me thënë të drejtën se bëhet themi çik për batut do realizohet ajo ëndra Elon Muskut për të shkuar në Mars. Domethënë. Erman, shumë faleminderit që ishe me ne. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe që isha pranë jush në Top News. Faleminderit shumë. Mirë miq, faleminderit dhe ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të programit, bashkë do të ritakohemi nesër së gjithë në orën 13, deri atëherë vazhdoni të qëndroni në Top News për të rejat më të fundit. Bashkë mirupafshim.